Njëherë Nuhu alayhi salam e pa një grua duke qarë dhe e pyeti, përse po qan oj hall? Ajo i tha, po qaj për djalin tim që vdiq i ri në lullzim të jetës. Nuhu alayhi salam e pyeti dhe i tha, e sa ishte mosha e djalit tënd? Plaka e moshuar i tha, djali jem ishte i ri 300 vjet. Pastaj Nuhu alayhi salam për ta lehtësuar dhimbjen e saj i tha, çfarë do të bëje si kur të jetoje në një popull që nuk e kalon moshën 60 vjet? Ajo u habit dhe tha, a ka njerëz që jetojnë vetëm deri në 60 vjet? Nuhu alayhi salam i tha, po. Pastaj plaka e moshuar me lot në si po i thot, a ka prej atyre që e kundërshtojnë me mëkate Allahun Dhul Xhelal në atë kohë kaq të shkurtër? Nuhu alayhi salam po i thot, shumica prej tyre janë mëkatar. Pastaj kjo nane bekuar po i thot Nuhit alayhi salam, ja Nuh, këta njerëz që jetojnë 60 vite, a vrapojnë pas jetës së kësaj bote? Nuhu alayhi salam i tha, po oj hall. Shumicës u është bërë qëllim i jetës dashuria për dynjan, ndërsa pak mendojnë për ahiretin e tyre. Pastaj kjo plakë e moshuar po i thotë Nuhut alayhi salam, ja Nuh, ata njerëz që jetojnë 60 vite, a zihen dhe grinden për gjërat të kësaj dynjas dhe a ndërtojnë shtëpi për një jetë kaq të shkurtër? Nuhu alayhi salam i tha, oj halla ime, ata do të luftojnë ndërmjet veti për gjërat e rreshme të kësaj dunjas, do të vriten. Pastaj oj hall, ata jo vetëm që do të ndërtojnë shtëpi, por ata do të ngritin pallate për qindra vite. Pastaj do t'i lanë dhe do të largohen prej jetës së kësaj bote. Atëherë plaka e moshuar kur e ndëgjoi Nuhin alayhi salam se çfarë populli do të vjen dhe sa rëndësi të madhe do t'i japin jetës së kësaj dunjaje, ajo tha, ah e mjera unë, sikur të isha unë në mesin e atij populli do ta kaloja jetën time në hijen e një peme. Shtëpinë do ta ndërtoja pranë varrit tim dhe gjatë 60 vite do të qëndroja në sejdë për Allahun tim.